për të folur lidhur me disa tema të aktualitetit dhe çfarë po ndodh në lindjen e mesme, kam të ftuar në një lidhje direkte Grit Roy, profesor i politikës në Universitetin e Cunit në New York, si dhe autor i një podcasti me të njëjtin emër në kanalin e tij. Griti, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju për ftesën, kënaqësi. Në fakt do ta nisim me një vendim të Kuvendit të Shqipërisë që ka shpallur, po themi, shtet terrorist Iranin dhe disa organizata lidhur me Iranin. Si e konsideroni këtë vendim të kryeministit Rama dhe më saktë të Kuvendit të Shqipërisë? A ishte i nevojshëm që ne të jemi të parët në lidhje me, po themi, shtetin e Iranit, kur dihet që këtë vendim e kanë marrë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli deri tani? Unë mendoj që nuk është pyetja duhet shtruar nga një pikë vështrim tjetër. Nuk është çështja e Shqipëria e para që merr këtë vendim apo e dyta apo e disata. Problemi që shtrohet është që pse u mor ky vendim, bazuar në cilat interesa dhe kujt i shërben një vendim i tillë. Pra, me sa shoh unë, me sa analizoj unë, ky ka qenë një vendim që është marrë thjesht në nivel personal, për arsye personale të Edi Ramës, i cili përpiqet që ta heqë vëmendjen nga problemet që ai ka me Shtetet Bashkuara të Amerikës për sa i përket drejtësisë. Dhe përpiqet që të përdori shtetin shqiptar si vegël këmbimi, si këmbyes për interesat e veta personale. Ky është problemi, sepse rreshtimi i Shqipërisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është problematik, përkundrazi. Ajo që është problematike është se kujt i shërben, me çfarë arsye, cilat janë arsyetimet diplomatike, çfarë merr në shkëmbim shteti shqiptar të kësaj mbështetje të gjithanshme. Nuk është e kushtëzuar kjo mbështetje me asnjë interes të ngushtë të shqiptarëve, nuk ka kushtëzim as për Kosovën, as për interesat tjera të shqiptarëve, kështu që është thjesht një lëvizje e një politikani i cili kontrollon shumë çka në Shqipëri, për të mbrojtur interesat e veta personale dhe për të dalë për ta vënë veten në një dritë të duhur me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk do të funksionojë. Është një vendim i cili është marrë pa bërë analizat brendshme të situatës ndërkombëtare, e cila jemi në një përshkallëzim jashtëzakonisht shumë serioz të luftës, e cila po vazhdon prej disa javësh në lindjen e mesme dhe po zgjerohet. Nuk ka një analizë që si e prek kjo Shqipërinë, cilat janë interesat e Shqipërisë në këtë luftë, dhe si duhet mbrohen ato, cili duhet jetë bashkërendimi i forcave shqiptare, jo vetëm në Shqipëri, por në Kosovë, në Iliri dhe kudo tjetër, për të përballur me këto rreziqe që na kanosen. Pra, nuk ka asnjë lloj profesionalizmi në marrjen e këtij vendimi. Gritja, duket sikur më shumë se sa një, po themi, vendim për të mbështetur Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një vendim që bëhet në mënyrë që Rama t'i bie në sy Shtetet Bashkuara të Amerikës për të thënë shiko, unë jam me ju. Pra, a duket si kjo qasje si sa një vendim që thuhet po, ne jemi përkrah Shteteve Bashkuara të Amerikës lidhur me luftën që po zhvillohet në Iran? Padyshim që është kështu, por jo vetëm për Ramën, por Rama është duke marrë përsipër që ta bëjë këtë në emër të Parisë së Tiranës. Pra, ajo që Paria e Tiranës kërkon është që të mos i preken interesat brenda për brenda shtetit shqiptar, të mos i preket sundimi i shqiptarëve dhe të vazhdojë kjo status quo ku mbizotron hajnia e tyre, ku mbizotron antishqiptaria e tyre, ku mbizotrojnë shumë fenomene negative të cilat SPAK-u dhe drejtësia e re po përpiqen t'i kundërvijnë. Këtu ka një problem shumë të madh, sepse përveç faktit që përdoret shteti si një instrument privat i njërit apo tjetrit, kjo është tani më pjesë e një historiku të gjatë
që në Shqipëri shumë çka merret vendim për interesat e ngushta të momentit. Askush nuk sheh pak më larg se sa dita e sotme, se sa ngjarjet e ditës, sepse në fakt nuk kanë asnjë lloj interesi për të mbrojtur interesat kombëtare, interesat e shtetit shqiptar dhe për të përgatitur për problemet dhe për situatat shumë serioze të cilat po afrohen mjerisht. Sigurisht që zoti Rama e bën këtë për t'i shpëtuar lakut, por jo vetëm të vetit, por e gjithë paria e Tiranës, sepse duhet ta theksoj edhe një herë tjetër, e kemi thënë disa herë këtu, po ja vlen që të theksohet. Paria e Tiranës vepron kompaktësisht si një trup i vetëm, secili ka detyrat e veta. Edhe kur protestojnë, edhe kur hedhin molotov, edhe kur duket sikur po luftojnë kundër regjimit, interesi i tyre i ngushtë dhe i gjerë është ruajtja e sistemit. Sigurisht që gjithse kush do kishte dëshirë prej tyre që të ishte në krye, pra do donin ta zëvendësonin zotin Rama në krye, po nuk duan zëvendësojnë sistemin. Dhe veprimi i kryeministrit, duke dalë i pari, a thua se Shqipëria është në një vend që ka në një peshë shumë të madhe, përveç faktit që mbështet diplomatikisht. Shqipëria nuk ka ushtri për të ndihmuar, Shqipëria është antare e NATO-s dhe nuk i jepen informacionet sekrete, sepse është si sit që rrjedh informacion nga të gjitha anët. Shqipëria është një vend që shpopullohet nga shqiptarët, është një vend që ka shumë probleme, pra gjitha këto probleme janë të njohura për të gjithë komunitetin ndërkombëtar dhe për të gjithë aleatët tanë, por Shqipëria sillet se një republik bananesh, as republik bananesh jo, dhe merr pozicione të ndryshme her pas here, pa justifikuar sepse i marrin, pa justifikuar çfarë don popullata, pa i hyrë asnjë lloj procesi serioz të politikbërjes dhe të shprehjes së vullnetit popullit shqiptar. Gridi, do të kaloj pak te lufta që po zhvillohet në lindjen e mesme, ku gati më shumë se 3 javë luftohet atje dhe ende nuk kemi një qartësi lidhur me, po themi, çfarë po ndodh realisht. A duket sikur SBA dhe Izraeli ndoshta nuk e kishin kalkuluar shumë mirë forcën që kishte Irani lidhur me sulmet raketore, por qoftë edhe me një strategji të mundshme që tani Irani po e përdor që po godet edhe vendet fqinje. Lejot që të bëj një korrigjim të vogël. Unë mendoj që mbas kalimit të disa javëve kemi diçka qartësi më shumë se sa kishim në fillim. Pra, që kjo është një përplasje e fortë, një përplasje serioze, tani më kjo nuk ka më dyshim. Unë do ta shihja përtej lindjes mesme, pra është një zonë nevralgjike, ka qenë gjithmonë lindja e mesme për shkak të asaj që është aseti vetë më i madh, që është energjia. Dhe lufta që bëhet në shumë plane në lindjen e mesme ka për bazë pikërisht aksesin tek burimet energjetike. Le të mos harrojmë që një pjesë e mirë e Azisë, duke përfshirë Kinën, duke përfshirë Japoninë, Korenë e Jugut, por edhe Evropa, e marrin gazin e lëngshëm dhe naftën, që janë shumë të nevojshme për industrinë e tyre dhe për mbijetesën e tyre ekonomike, pikërisht nga kjo zonë. Dhe ajo që ka ndodhur është që përpjekja fillestare ishte për t'i prerë kokën sistemit dhe për të ndryshuar regjimin, mirë po përfundoi që sistemi ishte i pavarur, të paktën deri më tani, sistemi i Iranit ishte i pavarur nga njerëzit e veçantë, nga individet e veçantë, dhe përkundrazi ka pësuar një lloj forcimi të brendshëm për shkak të rrezikut jashtëm. Nga pikpamja ushtarake, e përsia e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe deri diku dhe e Izraelit, që nëse ka mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës ka e përsi të dukshme të paktën ajrore, u duk se ishte e madhe, mirë po jo më larg se sa dje, një nga avionët më të fundit të nivelit 5, F-35,
u rrëzua, pavarësisht se nuk u shkatrua, i rezistoi raketës antiaerore, por u rrëzua nga raketat antiaerore iraniane. Pra, lufta është vetëm në fillimet e saj dhe Irani është duke përdorur të gjithë levat e mundshme për të rrezikuar ekonominë botërore tani më, jo thjesht vendet e gjirit, por ekonominë botërore duke e futur atë në një spirale jashtëzakonisht shumë të rrezikshme. Ajo që duket është që kanë mbetur shumë opsione, mirë po cili do opsion ka me vete problemet e veta. Dhe unë mendoj që zgjidhja do të jetë ose një përshkallëzim i mëtejshëm i situatës, ose do të ketë një lëvizje tektonike dhe një ndryshim të forcave hegemonike në lindjen e mesme. Për këtë po luftohet. Pra kjo është lufta. Po sigurisht që secili plan që është bërë fillimisht bie në ditën e parë të luftimeve, generalet zakonisht e kanë këtë ide në kokë që plani më i mirë ndryshon mbas ditës parë të luftimeve, sepse ekziston kundërshtari, ekziston lëvizje të pa njohura të kundërshtarëve e të tjera e të tjera. Pra, sigurisht që në ndërhyrje të tilla ka plane A, B, C, D edhe E, ka shumë mënyra të ndryshme për t'ju kundërpërgjigjur, por ajo që po ndodh është që praktikisht Irani është duke rrezikuar situatën në rajon, është duke bërë një luftë strategjike me afatin e gjatë, në mënyrë që të detyrojë me anë të levave ekonomike largimin e Amerikës si hegemon nga lindja e mesme, dhe pikërisht për këtë arsye është duke u zhvilluar përpjekja dhe përplasja. Në fakt, ka pasur reagime të para lidhur me luftën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku drejtori i Departamentit kundër terrorizmit ka dhënë dorëheqjen me pretendimin, argumentin se kjo luftë nuk ishte luftë e Shtetit e Bashkuara të Amerikës dhe se Irani nuk kishte kërcënim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si është atmosfera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me këtë luftë? Sigurisht kjo që thatë ju është e vërtet, ka shumë zëra cilat flasin për arsye të ndryshme të dorëheqjes, por nëse e marrim për të mirëqenë, ky është zotëria që dha dorëheqjen ishte një nga përfaqësuesit e njërës nga rrymave të lëvizjes MAGA, që është lëvizja që solli në pushtet presidentin Trump. Nuk do t'i jepja më shumë peshë se sa ka dorëheqja. Ishte një moment kyç, një moment serioz, por unë mendoj që është moment që do të tejkalohet nga administrata. Problemi më thelbësor është fakti që ka një lloj mospërputhje midis projekteve ideologjike të MAGA-s, pra të projektit politik të presidentit Trump dhe realitetit. Pra mospërputhja qëndron tek fakti që MAGA e shihte presidentin Trump si përquesin e një strategjie të mbylljes dhe jo të hapjes ndaj luftrave e të tjera. Ishte e pavitueshme që të mbërrinim këtu, sepse shpesh herë retorika politike e brendshme nuk përputhet me realitetin ndërkombëtar. Unë mendoj që realiteti është më i ndërlikuar se sa e shohin edhe publiku amerikan, sepse lufta bëhet jo thjesht për lindjen e mesme, lufta bëhet në një përballje të madhe me Kinën, një përballje të madhe për të tërhequr brenda asaj që quhet grupimi pro Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose të paktën neutral të Rusisë, duke i dhënë Rusisë atë çka dëshiron, në mënyrë që kur të vi momenti i përballjes me Kinën, Shtetet e Bashkuara të gjenden në pozicion të favorshëm dhe të kontrollojnë të gjitha pikat kyçe gjeostrategjike në një përplasje eventuale me Kinën. Ky është qëllimi real i luftës dhe unë mendoj që ka ende shumë për
për t'u bërë që të ka shumë çka do të ndodh që të shohim se ku do të shkojnë gjërat, por ajo që duket qartas është që kemi një përshkallëzim të përplasjes, kemi një ndërhyrje të madhe të Rusisë dhe Kinës në favor të Iranit, duke furnizuar Iranin me inteligjencë mbi vendodhjen e trupave dhe bazave amerikane dhe të avionëve amerikan. Kemi një ndërhyrje të Kinës të fshehtë, por jashtëzakonisht shumë të fortë, duke furnizuar Iranin me lëngun me cilin mbushen raketat, me kimikatin që prodhon lëngun që mbushen raketat, lëngun plasës, e të tjera. Pra, kemi një pozicionim të qartë të disa forcave, kemi gjithashtu edhe një Evropë e cila e gjen veten pa busull, të pafuqishme, pa fuqi ekonomike dhe ushtarake, e cila është e varur nga zhvillimet dhe e cila megjithatë po përpiqet vendet caktuara si Polonia, Gjermania janë duke u përpjekur që të rrisin potencialin ushtarak në mënyrë që t'i përgjigjen këtyre situatave shumë të ndjeshme. Po më lejoni gjithashtu që ta kthej tek Shqipëria. Njerëzit duhet ta pyesin veten çfarë po bën Shqipëria në këtë situatë ndërkombëtare plasëse, e cila po shpërfaqet për ditë më tepër. Shqipëria po merret me gjëra të parëndësishme, Shqipëria merret me deklarata të cilat parlamenti del në mbështetje të njërës palë apo tjetrës. Shqipëria nuk ka asnjë lloj strategjie për të kundërpërgjigjur rreziqeve, nuk ka diskutim publik mbi rreziqet që na kanosen, kush janë rreziqet, nuk flitet për manovrat e Serbisë në kufi me Kosovën, që është praktikisht pjesë duhet të jetë pjesë e zonës shqiptare, sepse Kosova është pjesë e një zone të populluar me shqiptar, nuk flitet për situatën e Ilirit, nuk flitet për zhdukjen graduale të popullsisë shqiptare në Malin e Zi, nuk flitet për të drejtat e mohuara të shqiptarëve në Greqi, ku nuk njihen as si pakic, nuk flitet për asgjë në Shqipëri përveç se për cicmicet e ditës, përveç se për budallallëqet e përditshme të Paris, të cilat nuk kanë asnjë lloj vlere, jo sepse nuk kanë vlerë politike, po sepse paria në fundit veprojnë bashkë. Ecin bashkë, duan thjesht të ruajnë sistemin dhe nuk ju ndjen as pak për interesat e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Griti, në fakt ka pasur një stepje të le të themi të vendeve europiane për të ndihmuar Donald Trumpin lidhur me kontrollin e ngushtisës së Hormuzit. Si shikoni këtë distancim të europianëve për këtë luftë në Iran dhe a besoni që kjo luftë mund të çojë edhe në një ndarje përfundimtare të aleancës së Shtetit Bashkuar të Amerikës me europianët? Pikës pari nuk mendoj që është tamam ashtu, sepse jo më larg se sa dje, pati një deklaratë të disa vendeve përfshi Danimarkën, Mbretërinë e Bashkuar dhe disa vende të tjera, Gjermaninë dhe disa vende të tjera të fuqishme evropiane, të cilat kanë mbështetur iniciativën ose nismën e presidentit Trump për rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Italia është pjesa e asaj aleance gjithashtu, kështu që edhe Japonia, ndër të tjera, e cila kryeministra japoneze ishte në vizitë dje në Shtëpinë e Bardhë. Pra, nuk është tamam ashtu siç e thatë ju, përkundrazi, Evropa ka interes që të ketë një aleancë të fuqishme me Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shkak se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë garantuar sigurinë e Evropës prej shumë vitesh tani më. Evropa pa të rënë në një lloj rehatie, duke investuar në shumë çka, por jo në kapacitetet e veta ushtarake, dhe tani e gjen veten të papërgatitur. Ndonë se, siç e thash më parë, disa vende janë më të papërgatitura se sa të tjera, pavarësisht se sa mbrapa ka ngelur nga ana e përgatitjes ushtarake, vende si Mbretëria e Bashkuar, apo dhe Gjermania, apo edhe Polonia i kanë kapacitetet për të krijuar kapacitete ushtarake jashtëzakonisht të rëndësishme dhe serioze. Kështu që
Franca gjithashtu, mos ta harrojmë dhe Francën. Kështu që nuk besoj që është tamam që Evropa i ka dalë kundër aleancës. Sigurisht që mënyra e politikës ose politika që ndjek presidenca Trump është ndryshme nga presidencat e tjera, sepse është e drejt për drejt, nuk sheh në sy askënd dhe është e gatshme të marrë vendime edhe drastike të cilat nuk kanë qenë pjesë e rrjedhës së diplomacisë ndërkombëtare gjatë dekadave të kaluara. Kjo tregon edhe që kemi hyrë në një periudhë të re, nuk jemi më në periudhën e vjetër ku gjërat ishin pak a shumë statike dhe përpiqeshin të gjitha fuqitë e mëdha që të mbanin staticitetin ose qëndrueshmërinë e sistemit. Sistemi ka ndryshuar, nuk është vetëm në gjendje ndryshimi, po ka ndryshuar dhe ajo që po ndodh është një përplasje midis vendeve që kanë fuqive të mëdha për të rikrijuar sistemin e ri. Pra, përpara çdo sistemi të ri ndërkombëtar, i cili do të ketë një gjysmë stabiliteti bazuar në disa rregulla dhe në disa principe fuqie, më tepër se sa rregulla, do të ketë një përplasje për të përballur, për të parë se kush qëndron ku dhe cilat zona janë zonat e influencës të secilës fuqi. Në këtë kontekst duhet ta të kthej përsëri nga Shqipëria vëmendjen, ka hunë vëmendjes, sepse shqiptarët rrezikohen pikërisht për shkak të këtyre zhvillimeve. Pikërisht sepse administrata amerikane e tanishme është duke rivlerësuar të gjithë veprimtarinë e vet, ushtarake dhe diplomatike. Unë uroj shumë dhe mendoj që Shqipëria nuk ka për të dalë nga sfera e influencës amerikane, nuk ka shanse që të ndodhë kjo, por gjithsesi një tërheqje edhe qoftë edhe e pjesshme e forcave amerikane dhe një ridrejtimi tyre drejt një skene më të nxehtë që mund të jetë lindja e mesme ose që mund të jetë lindja e largët me më shumë gjasa, do të ishte fatale për ne, sepse ne kemi bazuar sigurinë tonë kombëtare thjesht tek mbështetja që na japin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në momentin që zvoglohet ose paksohet kjo lloj mbështetje nga pikpamja sasiore, ushtarake, ne jemi tërësisht të papërgatitur për të përballur me fqinjet tanë të cilët janë grabitqar prej shumë dekadash e prej shumë shekujsh, të cilët kanë plane shekullore për ndarjen, coptimin e Shqipërisë dhe zhdukjen e shqiptarëve. Nëse shqiptarët do të bazohen tek ideja evropiane, do të mbesin edhe një herë tjetër të zhgënjur nga idetë e iluminizmit evropian, sepse kur ndahen çështjet, kur ndahet shapi nga sheqeri, Evropa gjithmonë ka marrë kahun e kundërt me shqiptarët, nuk i ka dashur shqiptarët. Mos harrojmë që Evropa na ka coptuar disa herë, na mban të coptuar dhe për hir të disa principeve të mos ndryshimit të kufive nuk lejon bashkimin e shqiptarëve. Kështu që nëse duam që të mos ta shohim historinë në sy, jemi duke i bërë dëm interesave tona, pra jemi duke marrë një gur dhe duke i rënë kokës tonë. Në fakt që ndruar këtu, jo më larg se para një jave, është lajmëruar se Serbia ka blerë raketa supersonike nga Kina. Si e shikoni këtë zhvillim? Nuk është zhvillim i ri, Serbia ka shumë vite që armatoset, ka porositur avion Rafale nga Franca, ka porositur armatim nga Rusia, pra Serbia ka të paktën 10 vjet që po përgatitet intensivisht për të qenë gati ushtarakisht. Tani, unë mendoj që çdo njeri serioz, çdo analist serioz e di që kushdo që përgatitet, kushdo që merr këtë lloj pozicionimi, sigurisht që ka plane caktuara dhe kundër përgjigja që ka në kushte normale, një shtet normal, do të kundër përgjigje këtij lloj pozicionimi duke u përpjekur që të armatose ose që të krijonte burime ushtarake për t'u përgjigjur këtyre kapaciteteve. Në Shqipëri ndodhe kundërta, nuk ka ende një diskutim për shembull për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
do ishte mirë që ky diskutim të ishte në rend të ditës, të rikthehej shërbimi detyrueshëm ushtarak, jo vetëm për meshkujt, por edhe për femrat, të ishte të paktën 2 vjet, të kishte të rikrijoheshin strukturat e ushtrisë shqiptare, të cilat në mënyrë kriminale u shkatërruan gjatë gjithë këtyre viteve nga të gjitha palët e Parisë të Tiranës, dhe të ishte menduar një strategji për rikthimin ose rindërtimin e industrisë së armëve shqiptare. Kryeministri aktual ka bërë disa përpjekje, po të cilat janë më shumë të lidhura me bërjen e parave dhe me pazaret që ai ka bërë ndërkombëtarisht me sindikatën ndërkombëtare të krimit, sesa me përftimin e kapaciteteve reale për mbrojtjen e shqiptarëve. Sigurisht që Serbia armatoset, Greqia porosit avionët më të fundit amerikan F-35, ndërkohë që Shqipëria merret me zgjedhjet në PD apo me molotovët e flamurnogës. Është për të ardhur keq, është për të qeshur, por dhe për të qarë në të njëjtën kohë. Griti, dhe për ta mbyllur, si e shikoni të ardhmen e kësaj lufte dhe besoni që do mbaroj së shpejti apo do jetë si lufta Rusi-Ukrainë? Unë mendoj që kjo përplasja rajonale në lindjen e mesme është pjesë e një konflikti më të zgjeruar që ka filluar që herët, që në 2014, i cili gjasat janë që të mos zvoglohet, po të zgjerohet, për shkak të interesave të ndryshme të tjerë. Për sa i përket lindjes mesme, Irani e gjen veten në një pikë ku nuk mund të ndalë këtë luftë pa u siguruar që nuk do të sulmohet më, dhe kështu janë shprehur udhëheqësit iranian. Ajo që mbetet për të parë është nëse do të rezistojë regjimi në Teheran, presionet dhe trysnit që po merren jo vetëm nga lufta, por edhe prishin e radhëve, sepse me sa duket Izraeli ka një strategji të caktuar për vrasjen e gjithë drejtuesve të shtetit në mënyrë që të dobësohen strukturat. Deri më tani strukturat kanë qëndruar dhe janë konsoliduar. Por nëse kjo do të vazhdojë, nëse strukturat vazhdojnë edhe deprivohen nga komanda, nga struktura komanduese, është e mundur edhe që të dobësohen edhe që të kemi protesta apo ndryshim qeverie në Teheran. Por për momentin kjo nuk është e dukshme, e kundërta ka ndodhur një konsolidim i fuqisë brenda gardës revolucionare të Iranit, e cila është pushtetmbajtësi real brenda shtetit iranian. Kështu që nga ky pikë vështrim unë nuk shoh zgjidhje të shpejta. Unë mendoj që më shumë shanse ka për të zgjeruar lufta, për të hyrë në një fazë edhe më intensive, për të zgjeruar edhe gjeografikisht, se sa për të zvogluar. Megjithatë, për çdo lloj shkalle përshkallëzuese, ka gjithsesi një mundësi për marrëveshje të brendshme, për të shpëtuar të shpëtueshmen, siç thuhet në anglisht, sepse ekonomia botërore është duke u rrezikuar në mënyrë të pakthyeshme, pra jemi në çmimin e naftës ende diku midis 100 dhe 115 dollarëve për fuqi të Brentit, të paktën. Parashikohet që nëse kjo vazhdon deri në fund të marsit, që është shumë pranë, mund të shkojmë edhe deri në 130 dollar për fuqi, dhe ekonomia botërore, perëndimore sidomos, është e pa qëndrueshme me këtë çmim të naftës. Kështu që diçka duhet ndodh në momentin që shkon 130, ka disa analistë që parashikojnë që do të shkojë edhe mbi 130, mund të shkojë edhe deri në 200 dollar, ka analistë që janë pro-Rusisë, Kinës dhe Iranit, të cilët mendojnë se ky do të jetë fundi i dollarit të mbështetur tek nafta, i petrodollarit siç quhet, dhe do të kemi një rikthim drejt monedhave të tjera. Në fakt, Irani është duke tregtuar naftë në këtë periudhë, duke u bazuar në monedhën kineze yuan. Pra,
për shkallëzimi mua më duket pothuajse i pa evitueshëm, por gjithmonë ka rampa zbritse, siç quhen, të cilat mund të krijojnë marrëveshje të përkohshme. Ylli, faleminderit shumë për analizën, ishte kënaqësi. Faleminderit ju, kënaqësia ime.